Në 3 epoka, çfarë do kishte bërë Havari ndryshe me policinë e shtetit? Unë do kisha bërë të njëjtën që në fillime. Kur unë ka filluar në Elbasan, drejtor i policisë Elbasanit, në atë kohë quhej kryetari i degës rendi publik, sepse ishte përmbysja e regjimit. Po. Kam bërë një betim solem vetë, ktheva portretin në jug të Elbasanit nga Bie Shkumini dhe u betova që Pra bërë një betim vetës dhe Zotit. E kam shkruar në libër këtë episod dhe unë pretendoj që kam thënë të vërtetën. Kështu që qysh atëherë unë fillova të ngjisja karrierën me punë të jashtëzakonshme. Elbasani për shembull ka ndier shumë ndryshimin politik në kuptimin që u rrëzua diktatura dhe eri demokracia. Sakt. Ekonomik po e kanë, sepse u mbyllën fabrikat e tjera, ato 80% që ju i dini shumë mirë në historia, kurse rendin, ata nuk e ndjen, sepse unë nuk bëra një lloj krasitje, si i thonë, në policitë që i mbajta gjithë në punë, nuk largova asnjërin. Edhe ata që më kishin arrestuar, që ndruan aty me mua për të vendosur, si thua, rendin në kushtet e demokracisë. Pra në të 3 epokat ti do ishe po i njëjtë, a? Absolutisht. Po me ndryshimin e teknologjisë së strukturave policore, tani kanë dalur pafund filmimet, videot me telefona, me celularët që s'kan ekzistuar më përpara. Do ishte më e vështirë sot drejtimin policinë e shtetit, mendon? Shikoni, për të kuptuar edhe çfarë ndodh me psikologjinë e një drejtuesi tani. Unë e kuptoj, kam shumë të qartë. A gjendet edhe para një presioni psikologjik me telefonin, a? Se ndoshta duke drejtuar një mbledhje, një drejtues i lartë i policisë inqizohet, është duke thënë një gjë njerëzore, ndoshta krejt njerëzore. Të kontrollojnë jetën private i bëjnë që të gjitha. Unë në këtë drejtim këto nuk e kam marrë në konsiderat. Mund t'ju them që një ministri i brendshëm X, pa e përmendur emrin, në libër e kam shkruar, bashkë me strukturën e vet, duke mos më kapur dot në situata me kontribut me punën, tentuan të më kontrollonin jetën private për të më eliminuar. Për sigurisht dështuan, sepse vetë ata e kuptonin, njëri prej tyre tha unë s'marr pjesë në këtë operacion sepse drejtori jon është e mërtesë e kryeministit. Dhe kështu që u prisi thua në një mënyrë plani tyre i turpshëm, do thosha orguzi. Qofse je me duar të pastra, le të ketë kamera, le të ketë çfarë të doj. Njeriu gjën dhe kurajon edhe kërkon dhe ndjes qofse bën një gabim. Sakt. Por rritet teknologjia, po duhet rritet dhe aftësia profesionale e gjeneratës. Duhet shkojnë krahas, pa diskutim. Sepse ato shkojnë paralel. Po. Krimi sigurisht gjithnjë tenton të jetë i sofistikuar dhe i hap përpara. Është një hap para policisë, ama nëse policia punon në mënyrë të ndershme, atë kapa ai nuk ka ku të shkojë. Denisa? Zoti Havari, si ka ndikuar familja juaj në përzgjedhjet që u keni bërë, qoftë në jetë, qoftë në profesion? Po, kjo është çështje fati. Baba im thoshte që bashkëshorte, short është gruaja. Sigurisht në 2 krahët. Edhe për burri për gruan dhe gruaja për burrin. Duket kam qelluar në shenjë. Shpeshherë prindërit priren që të drejtojnë fëmijë drejt një profesioni. Po, kam thënë në libër dhe në jetë, në televizion që unë një sy e kam patur te puna e shtetit, detyrë shtetërore dhe një sy e kam patur te familja.